është se është koha edhe për të shqyrtuar një tjetër problem që kemi në Britaninë e Madhe me shumë shqiptarë të cilët kanë arritur dhe janë sistemuar në Britani shumë vite më parë, janë të gjithë të integruar në jetën e Britanisë Madhe, por në kohën e mbritjes së tyre kanë përdorur pasaporta ose më saktë kanë përdorur identitet të Kosovës për të pasur pranimin si refugjat lufte, ndërkohë që largoheshin nga një vend jashtëzakonisht në vështirësi. Dhe ata sot jetojnë me dy identitete, një identitet për shtetin britanik, një identitet këtu në Shqipëri, dhe kanë probleme të vazhdueshme, të cilat mund të jepet një zgjidhje duke pas parasysh se janë qytetarë të integruar plotësisht prej më shumë se 20 vjetësh dhe janë kontribues në ekonominë dhe në jetën shoqërore të Britanisë me shumë dinjitet. Dhe e fundit është që janë 50.000 shqiptarë afro me pasaporta britanike që kontribuojnë në shtetin britanik dhe afro 50.000 të tjerë me pasaporta shqiptare që kontribuojnë në shtetin britanik si kontribues të ndershëm dhe të rregullt. Dhe është e papranueshme për ne, për më tepër pas gjithë kësaj pune që kemi bërë së bashku me qeverinë britanike, që shqiptarët të vazhdojnë të stigmatizohen sikur janë problemi i Britanisë së Madhe.